kjo duhet ishte bërë, që në momenti kur u morën vesh, që jo vetëm Lilia, po dhe disa të tjerë. Supozojmë që... Dakord, se kjo është problemi mungesë strategjisë. Po, a mund tjetë Alibea një kandidaturë për shumë që mund të ballafaqohej me Marceliun? Tani, unë do të pyes e lash në fund, po hodha tezën që... Për shumë, supozojmë që doktori i harroi gjithë sherret dhe përplasit me Alibej dhe në një moment u ndriçua dhe thot pse jo. Mund të ishte një kandidaturë që e rrezikon pëstën? Se ta japun përgjigjen, nuk pranon Alibej. Okej, ndjes, a mundet me që Jo, me që kërkove mendimin tim. Për mua, përgjithsisht do ishte mirë që duke qenë se këto janë zgjedhje vetëm për kryetarin, nuk janë për Këshillin Bashkiak, mund të tentojë me një figurë që ishte jashtë partive politike. Okej. Sepse do jetë e vështirë dhe për partit politike do marrin kosto përsipër. Për shembull, do dalë një figurë në PD-ja, mund dali keq me rezultat, do i marrë kostot PD-ja. E njëjta gjë me çdo parti tjetër. Sepse po futet e çorganizuar në zgjedhje. Okej, pra një figurë jashtë spektrit politik. Do jepte e para punës partit nuk do merrnin kosto direkte, dhe e dyta punës do krijonte si thua atë gurin e partë themelit që në zgjedhjet e tjera, pra kur të jenë në 2027-ën, të jetë më organizuar dhe të jetë më bashkëpunuese. Zoti Alibej. Siç me shofun tani. Po, te pyetja drejt për drejt më the nuk çfarëdo që të ndodh, çdo lloj propozimi i Joshës është i pa pranuar nga ana juaj, apo jo? Të thatë. Do një sqarim. Po. Unë kam zakon jap sqarim. Unë u testova në 11 maj. Dështova. Po. Dhe kur dështon, duhet të mbash dhe përgjegjësi. Dhe tani po kaloj tek opozita. Opozita, po. Cila do ishte strategjia që mund të afronte tek fitores? Po themi që do fitonte, se atë se thot as PD-ja, prandaj. Në këtë situatë, do të themi gjën e parë, në këtë situatë, ku nuk bën zgjedhje të ndershme në këtë vend, fotografia e momentit sot që po flasim, pa ndryshuar asgjë, rezultati dihet. Fiton jo Gerta, Edi Rama. E kjo është ai që do duhet na bëjë të gjithë dhe të mendojmë. Ogerta Manasiliu është një shërbetore gojkyçur, besnike, me sa duket, pa aspirata të mëdha për pushtetin që t'i jep të qenit në krye të Bashkisë Tiranë për mëtej. Dhe është një zgjedhje perfekte e Edi Ramës. Kjo është situata në pjesën e kampit të pushtetit. Tani kalojmë në opozit. Opozit ka një ndarje të madhe. Midis PD-s dhe partive të reja të vogla quheni si të doni. Dhe në këtë situatë, ku nuk mban përgjegjësi askush tek partia më e madhe opozitare, mas humbjes së 11 majit, sigurisht në sytë e qytetarëve dhe atyre Tiranës, nuk kanë ndryshuar asgjë nga raporti dhe mbështetja që i dhanë në 11 maj.